smërimet, e kupton? I thash nuk du me hy me live me ty, e kaq. Sikonte se cili punë e veta. Po mu vjen i natë tashi, kur ajo hyn live te fari, komenton njerëzit Greca, bën sikur si shef komentet. A kupton? Bën sikur nuk i shef komentet. Ti të paktën ma di për nder mu, mos më bëj mu sikur se i bi me dal me çajtun ty tashi, se nëse jena zën. Edhe sikur qihesh me farin ti e të bësh çfarë dush. Se duhet i shofi, jo kar, po duhet i shofi se unë nuk jam zën. Unë nuk jam zën, as e kam shah, as e kam me fendu, as nuk është se foli më, as nuk është se kena pas në lidhje as i gjë. Thjesht e maja mrapa, bëja video, bëja kështu gjërash. Tashi, kur kjo goca ikën, një fari s'ka si gjë të keqe, edhe me marrë me më taku me farin ti mu s'ka si gjë të keqe. Se ti e di shumë mirë që unë ty s'të qi dhe farin e qi, se me dash me të qi unë ty të kam pas. Po farin e qi unë për respekt. Edhe tashi, se bëj shaka, po ngjo pak me këtë pjesën tashi. Edhe kur ne kena qenë në shok, edhe unë të kam thënë, s'du me të fut me live, se s'dua vlla, me të fut me live, se fillo të më çakarin ju, amani men si më bëshit mu ju, si pjellë ropsha. O, e degeneroj Greca, kjo është gocë e mire, degeneroj Greca, bëndë si e urta jo. Amani mëndërë. Amani mëndë kur më thoshit ju këshu, e degeneroja unë, pse s'dilni thoni tashi ju? Pse s'dilni të thoni? Me basta, ajo do me ty shumë, me shumë ty se farin, e di dhe vetë fari. Po ngjota, amani mendë që më bëshit mu ju si moralista, gjunafe, merë gocën e huj më qafe, ti po e merë këshu. Herë, bëth qira, unë as e kam puthe her live, as e kam dëgjeru në her live, as e kam thënë her live të shif sharracën. I kam thënë veç herë, kur shau stresin, i thash pusha me varikarse. Ka, që unë se kam ofendu në herë, apo jo? Tashi isha unë i keqi, pse ha me ti foli herë? Unë jam i keqi, del puthesh live ti, karin pije dhe bën këshu. A kupton? Edhe unë të kam marrë live me 1 vet, me 3 vete, me 5 vete, të kam marrë të kam fut personazh. Ja qifsha motrën nëse nuk të kam thënë kështu. Unë s'dua si lloj gjëja nga ty. As i lloj gjëja s'du. Du që se unë e di shumë mirë që nesër pas nesër do më tradhtosh kështu si në gjë, se s'kena pas lidhje. Do më tradhtosh në shoqëri, do dalësh, do më shashe, do më bësh. A kupton? Në rregull. I thash do, o vllai, këto të lodhmet, këto të marrumet në jeta, ke faj që jep, ke faj për zotin po arg. Ky arg është nipi kozakut e ka kozit çun motre dhe ne kena vlla. Edhe tashi më duket se s'ta ka dhënë ajo prandaj ke i nat. O vlla, për kokë të familjes ju tregoj histori. Nuk du me sha gocën e huj, nuk du me rëm qaf. Por problemi është kështu. Faleminderit. Problemi është kështu që unë gocën e huj as nuk ka qenë fare në preferencat e mia, fare. Për kokë familjes, për kokë të ati vllai, për kokë. Por ju a kam thënë dhe herë, a menoni ju se të ke mund dashur do e fus në për TikTok? A menoni ju që të ke mund të dashur do më shifni mu live në për TikTok? Shumë bukur story në Instagram, e pash pra faleminderit thash. Lushnja ziti të rotonda ma nuk del nëse e fut. Edhe qa do thosha? Jetë shumë tamam. Jo vlla, jo, nuk kam drejtun, po thesht në logjikoni ju e kam drejt. Shif qa kam ora, do t'jo tregoj historinë, më thoni, a janë fajtora jo. Hera fundi që do foli nuk fol më. E para punës unë me këtë gocën s'kam pas as i marrëdhënie për te shokut, se nuk e kam pas shoqe, kam pas shok. Ty të shifsha rop që i thuk sa i e kinge, rop qim. Të shifsha rop ty që i thuk sa i e kinge, pjellë ropsh. Rotkari, të shifsha motrën pjellë, rop qim. O liso areka. Edhe ty tjetri, të shifsha rop që i thuj ke më të bukra, pjellë motrën. I gare se të shiva ropt. Edhe kusht ka prish o Greca? Jo mër, o liso areka, as një më vllajim, pa jam të tregoj muhabet. Ngjoni pak e bukur ora. Këtë orë më ka dhënë një biliarder Mikonos. Vitin tjetër më keni Mikonos 3 muaj veç me tall karin dhe më ka bë dhurat këtë orën. S'bën të shumë se ishte kështu imitim, një 4.000 pak. Edhe ngjota shi këtu si nis historia. Unë këtë rikën, o vlla, ne jena çuna. A doni histori nga detaj, ta nis nga njishi dhe ta përfundoj këtu ku jemi sot? Po jo. Po apo jo? Po apo jo? Edhe nuk do fol me kurrë për këtë mohabet. Okej, ngjoni tashi. Ne jena çuna vllai. A doni historia tamam.
tashi, kam qenë live-u. E kam pa një 3-4 herë këtë Erikën kështu në për live, që fute live, kjo blokoj mos i hap rrugën. Mos me trejt ko tashi, për ja tregoj në 0 në 10. Qa ka ndodh detaj, qa kena kalu, qa kena fol, qa kena bë. Ja qifsha motrën në pidh nëse rej gjys fjale, gjys fjalije nga qa do them, nga fillimi në fund, kam i mam, i babë dhe i vlla. Mos i pafsha gjallë nëse po ju gënjej gjys fjalije, nga 0 në 10. E kam pa live. Po tashi, unë jam i tip eksperti me ato time që nuk shaj me o ti Andreina, po thjesht është hera fundi që edhe do i veka pak këtyre muhabeteve që jam të fol historia kështu se s'du. Tashi, unë jam me thënë drejtën, një nga gjërat më të mia të forta kam i çikin intuitën se s'para shgënjem. Kur e kam pa këtë bllokojen në përfillim, kam menu qa kurve kjo. Thash me time se këto zakonisht, o vllai, unë kur fol me i goc, fol maroj për këto gocat. Jo maroj që i du, i dashuroj. Maroj me njofi goc, po pati goca këtu 3.000 follow, 5.000, 8.000, 7.000 si fol hiç më rrot kari mu. Ajo ka 5.000 vet, ai goc që s'do me ditë që thonë këto që s'du me ditë për i shumë s'mi intereson, qa do ti me 7.000 follow, maj aty 3 veta ndish, 30 ndjekin e miro pafshim, ma kupton. E shifja unë këte me 4.000 follow, kjo rrinte live tu, kishte me i rën këtej, i rëzonte i lapse ulte, donte me reklamu bëthën, thashëm, qore kar, o greca i bukur ti o vjolla, qore kar shie këte, thash, i thash vetës, e pa ishte ora 2 natës, shia o rëtkar, i thash, nuk e shefti, e lash. Mos fol pa lidhe, o vjol, jo për ty më, jo për ty jo, po të regoj histori, jo për ty o vjol, po të regoj histori, për zotin. Edhe tashi, e lash. Tu fol, ore ty them vetës dhe tjerët, po shije kartë edhe, nuk e shefti si dele ty e do të shijet. Edhe ishte tip këshu kje, kuptojnë këto që më dun fame këshu gjërash. Pamja parë, edhe, ka që iki unë isha të lujt atë natë, kam qenë të lujt Texas, isha të lujt Kumare atë natë. Edhe, ika nga pokeri nga ora 2 e natës, kështu 2 ca, edhe i shkruj kësaj kështu. Se unë kur jam tip kurvari, më thonjë që du me bërë rolin e kurvarit, ose du me talkari, që s'kam asë qëllim serios, se i flas në i gocë e ta mama, kupton? Edhe i shkruj kësaj, unë ku je, as qa bën, as si je, as nga të kemi, ku je, shpi qa bën mire, mylle live se isha të i fut në drek, jam 5-6 komente, kja, tu bëtin si... Bën të këshoti, mirë, i thoshe njerëz aty. E pashëm, thash, qje kartë. Maroj unë, tu ikë për shpi, kam qenë të komuna Parisit. I shkruj kësaj ku je, kjo rrinte në përballë spitalit Amerikan 3, në Selit aty. Unë tu ikë për astir, i shkruj ku je, shpi, tha. Thashën, apo vjen dalim? Haj dalim. Jo, tha, qa thu, tha, ku të shkojmë të shine, thash natë. Maj ti, haj dalim, i thash, s'ka në gjë, se ke marrë vesh për dhënojnë e Europë. Jo, tha, s'po them gjë, po ku do dalim të një. Vaj ti, thash, unë po pata me të qidhe natën, qidhe ditën, i thash, po hajde dalim. Okej, tha kjo. Okej, thash, unë ku e ke shpin këtu? Më qoj numrin, mi aplikacioni, shkoj e marr. Ku do ikim, Ju tregoj drejtën e për kokë trove nuk i rej. Për kokë familjes. E marr kët, shkoj te Santana. Dita parë. Ulem unë tavolin. Ullet edhe kjo përballë meje. Vjen ai, thashun, qa do pish? Uj, tha uj, po qa uj, thash ore 2 natës uj, 3 uj. O vllai, thash, a bëni kështu koktejle tash po, tha, ma bëj muj vodka sour. Okej, tha, po ti, tha, bëj dhe muj vodka savre. Jo vodka savre, thash, me vodka sour. Vodka savre është i qytet këtej në Lushnjë, bëj mu tha vodka savre, qia motrën pio, sa jo nga Fieri. O jo vodka savre, thash, vodka sour, që është pije. Okej, bëj 2 e vllai, thashun. Jo, unë du, tha, bëj vodka sour, tha, për pa alkohol. Si vodka sour pa alkohol, thash, nuk ka vodka sour pa alkohol, nuk ka, thash. Me rob shpije, po nuk, për kokë familjes nuk o rej. Thash me timen, unë i ka o rrotkari, thash, ku me quti këtë. E rrinte ma bënde mu kështu, gjdo 20 sekonda. Po, që ke quni mirë ti, që ke quni mirë. Po, që ke quni mirë ti, që ke quni mirë. A drejsh, që ke quni mirë ti. Po e marrë për vesh të shumë, po quni mirë jam. Tash i thash, ti s'ke faj dhe me msha. S'ka dito bro, gjuna. Po vlla, po të regoj detaje, po të them, shiko qa loj faze e kam gjetë. Qa loj, si e kam marrë e këshu. Tash i, mos me u rejt ka të thashun, o, bo, qa kurve kjo, thash me timën, pare se me ardhë. Thash, o, bo, qa kurve kjo, thash, pse?
Po del tjetra thash në dytë natës me çune, po menoja unë me time, kjo bënte muhabet unë menoja ku me çu thash, ta shi shtëpi do mësoj shtëpinë. Ta çoj në hoteli thash vari karin. Ti them sot i thash të duke mund çuni keq. Po përderisa ka ardhi thash kjo do shi se kush vjen 3 natës. Edhe isha tu bë muhabet kështu anë këtej, tu i fol kështu i thash mos shiko se ne jemi në TikTok, i thash edhe jo të gjithë gjërat janë si në TikTok, i thash. Tash në TikTok është TikTok, realitet është realitet. Realitet është realitet edhe po i tregoja kështu për qa bëj kështu, për dishmëri me qa merresh ti, thash e kështu, më tha, asi gjë, tha, do me hapi salon, tha, timin, ande këte, po hap salonin. Okej, tha, shumë mirë, po, edhe po e pyset që dia pak a shumë për vetën, a ke pas në herë lidhje, a ke pas dashur, kur ka qenë lidhje fundi që ke pas, më tregoj që kish pas veç i lidhje kështu njërën tjetër, edhe ndryshova se më erdhi keq. Do me thënë ndryshova, nuk do i thoja për qia, se gjë isha të bëmë muhabet e kështu mirë e bukur, po rrinim, i thash unë, a ikim, po, i ikim i thash, a do të qojnë shpi ku dush, tha, edhe u thash, a ikim i thash, i ikim shpi, okej, më tha ku dush më kjo, kupton, qoj shpi që më qo ku dush, nuk ka lidhe se ku, a ikim shpi, okej, e marrën këtë e qoj të shpia. Tashi, fillova të dal 2-3 ditë i thash, ngjoj sekond që të shpjegoj gjë, thash. Tashi në TikTok, po ti bëj, jo, më fal. Tu më tregu gjërat e veta, kështu më erdhi keq, ç'a bën punoj influencer, tha. Masi kena fol 2-3 ditë, më tha mu punoj influencer. Si influencer i thash, jesi këto kurva që ikin kështu nëpër lokale, me nimi im me vllai, o goca na e bëni halal. Ju që punoni nëpër lokale, që jeni influencer, e jeni gjithë kurva. Ka, jo po thujti, jo po unë s'po kurvi e bisha. Që momentin e parë që ti punon influencer, ti jep te 30.000 lek, na thot vi ky talli karin me ty. Ka marru historia, merrin na 30.000 lek ju, rrini atje në tavolinë bëni kod. Për ç'a po shkoni? Ç'a punë ke erdhi influencer? Ç'a bën influencer ja? Ç'a bën? Po jeni kurva më, nuk është se po them unë, jeni kurva, ka marru muhabeti. Influencer, ç'a bën ti? Ç'a ma thuj profesionin. Shkon lokal, për ç'a shkon me të ardhmet nga çmuj tjetri. Shi qakari, po për kokë të rove, vllai, gjithë influencerët janë kurva. Ka marru historia. Et shif sharo. O bro, ke arti? Qa ke bë? Mirë, si e? Mirë vllai, apo bëj çik muhabet me këto. Mirë ke qenë. Hajde se shifen anesër se jam te vërdall. Ik, ju rujt zoti, qa. Shuni mirë shumë ti. Fiku mërë të shif sharop, fiku mërë pjedh motre. Edhe tashi influencerat, për mëndimin tim janë gjitha kurva. Influencerat, to që kanë të bëjnë me lokali me edhe në natës, ore, nuk janë gocat këshia. Janë shumë gocat mira, shkoj me punon nga halli, edhe shien pa dashje. A kupton se s'ke qa me bë se shif aty shampajna, leke, karin pjedh. Vjen njeri ka punu 3 muaj ulli, vjen i shi motrën për i natet, shi dhe ty. Edhe bëni kurva nga halli, jam shumë dakord. Por me timen kurvë, se tash 30.000 lek. Kush është kjo familje që të letë herë me shku për 30.000 lek? Po ik me ti gotë, shaka ajo tjetra që punon shitse. I thash, po pse s'punon kështu me nej dyqan, thash, se mu këto influencerat se si më duken, i thash, me shku atje natën, i thash, ku shkon ti? Na merr ai menaxheri, thash, sot na çon Durrës, sot na nesër në Tiranë, njërën tjetrën. I thash, po mirë, pse s'punon kështu në shitse, në gjë, sa lek merr 30.000 lek, sa punon 3 herë në javë, tha. 3 herë në javë, i thash, merr 90.000 lek në javë. 4 javë, i thash, 306.000 lek, 400.000 lek muj. Pse s'ikën punosh tash market, shitse, me këto që shesin shtëpia, ku digjoni punë me ndryshe, thash po i rri gjithë natën në nejë në për klabe, të bën jetë, thash, o të bësh kurva, të bësh drogaxhi, edhe mos thjesht të bën njerëzit me zorë të thonë ja kjo kurva, gjithë natën rrugës. Edhe ti po shkove te puna tash, te puna, te influencerja ti je me tërheq klientel. Do i përgjigjesh atij, do i flasësh, do japësh muhabet, s'ke çaj bën, do vije ai do të paguash shtëpi, do të the menaxheri me sy i ka ulur në tavolinë, do shkosh ti ulesh në tavolinë atij. Të bësh kurvë tash për 306.000 lek muj. Me nimi im. Edhe i thashun, jo s'ke për të shku me influencer. Jo, tham, duan lek, më tha, do bëj buzët 120.000 lek. 120. Ore, mos i shirop, ti thash, buzë, bëj qa dush, ti këmbë, koke, bëj qa dush, i thash. Për kokë familjes me erdhi keq, i thash në gjatashi. O vlla, si 4 javë në 90.000 lek, 4 javë në 90.000 lek janë 306.000 lek, o rrotkari. Edhe i thash,
Ore, influencer, jo call center, punonte në për lokale, ikten me Gjik, Qinko, Ndurrës, me vend ku ishin këto shkonte. Edhe i thash, tashi, gjo, do me hyn TikTok, i thash po nuk du të prekesh në asnjë lloj gjëje, se ti e shikon se si jam unë privat, i thash, se si jena, çap mua betesh, po them unë i thoja mos dil kot natën. Ikte kjo, ikte me një gocë që më pinte ashashe kështu se lija unë, mos ik me ato, i thoja më, qa do me ato me ik me këto. Unë e çoja i natë shpi, kjo kishte ik, kjo dhe 7 çuna tu pi bar. Vari karin, i thoja mos ik kështu kot, e mirë në telefon, i thash dhe saj tjetrës. Po ti moj kurvi, thash, për çaj merr me vete këtë? Për çaj merr me vete, thash, me çu. Se më vinte keq, ja kupton, leja ça bënim kështu live, i thash. Ça bëjmë live tash është punë show, punë audiencë, do folim, do bëjmë se kështu e du njerëz, se tash bëje pak llogarin, ti thash si vetja jote. Hajde të hym në të dy tash live, e të fillojmë çam hallet, o sa borx kam sot, kam për t'i dhënë 700.000 lekë atij. Shijaro pronari ka vonu rrogën, do më dalë rroga, do të më paguaj drita ujë shkallë, po e di sa nga ju i keni këto halle edhe si unë. I thash, ne kur tym live do të bëjmë në gallat, se këta, nëse ngjojnë hallet tonë thonë, "I ju shif sharop, unë s'kam ku të çojt mia, ngjoj edhe ju ndark." I shohim kozakun atje që i shi rop, rezartit, ballit edhe thoj vari kari rrinte kozaku. Hajde bëjmë në gallat në gjë, thash. Okej. Po ama, kam bë shaka. Kam loz me ata, kam marrë si shok mër burr, e kam marrë në shtëpi time në Lushnjë, e kam marrë ças kena bë, e kam marrë te puna, te lavazhi, në fshat, ku se kam çu, e kam marrë si shok, jo si shoqe. Nuk e kam sha, unë byllqiri them dhe shokut, varikash si them dhe shokut. Po ama se kam degeneru, nuk e kam sha, nuk i them ti e kurv, ti e varikash, se s'kam lënë me ofendu njëri. A kupton? Nuk kam lënë me ofendu njëri. Tashi, më shkruan, i thoja, hyn TikTok, hyn TikTok i thoja, kur ty është TikTok hy bëjnë e lek. Mos menoj thoja se unë kam audiencë me ty, se këto kur kam qenë në kohën e kësaj kam pas na 2000 veta, na 3000 veta live. Do të themi gjë, thash, unë po rrin TikTok për ty. Për kokë familjes. Kjo, ja kam tregu me fakte, o vlla, se unë jam çun. Unë kur loz me kozakun, na më keni pa në herë të luj me Erikën? Më keni pa në herë me lujt, me bë lek, se unë do thoni ju e përdori person për audiencë, për show. Dakord. E përdor për show. Unë e përdor për show, pa ma kam në interes. Unë për shembull, kur nuk rria me Erikën, rria live vetëm, lozja me kozakun, me X-in, bëja $500 nata, 700, 1000, 300 edhe i thoja. Tashi, unë kur rri me ty, po rri për ty, moj, do të ngrej ty, do të bëj qa dush e bëj qa dush vetë, ndaç shau me njerëzit, ndaç dile keqe, ndaç dile mirë, bëj qa dush. Okej. Se unë, kur los me tjetrin, bëj 700 euro, me ty s'los dot. Rri për ty të ngres ti të bësh personazh. A ke kuptu që kur je pa mu, ke 100 veta live, 200, 300, ta kam qu live-in 3000 veta maj. Binte prap. Po prit se live me fare, nuk prit, se do vi deri këtu, pe ja tregoj historinë me radhë. Tashi, qa nodh kjo? Kjo është këshu vllai. Nga këto gig barat. Po kam 20 sop si këto, shif si marrë, unë korporosis si këto. Shif si marrë. Marrë na 10 sop, vesh, na 15. Shif. Mi marrë gjithash, e disa kam të në makinë, 20 të satë sop, po të shqip shakarin mund matër. Shqip shakarin matër, thash, vari karin. Nejse. E qa në thashi, i them unë kësaj, nuk bëj unë të maj se më vjen kej se du me t'ni mu. Hyn TikTok, bëj në i loj, mos rri kota ty si budallashk, rri aty, bëj në i loj, do kapesh 20 euro, 30 euro, 50 euro, mos ik influencer, të rishani të bësh kurv me zor. Se je gocë e mirë, më vinte keshe, këshu e maj afer. Tashi, kjo plaka kësaj, shkun të mu. O Greca, të lutem, se ti e pak me i madh. Mos ma degenero gocën live, o mësoj të bëj në i leke këshu e, mos ma le këshu, mos ma le këshu. Po ti thash, moj, është mami jot kjo, po. Plaka kësaj thoshte, ik puno, ik në lokal, ik atje, ik futën për puthen, e detyrante me shkun për puthen plaka kësaj, se plaka e ka dash me futën për puthen, dhe unë i thoja, o ti, mami jot gënjehet, moj. Unë po të fol tamam, nuk ke pse hyn për puthen, e di qa është për puthen për mu, a di qa është për puthen. I thash, a do me ta shpjegu, qa, ore prisni, nësë unë jam fajtori, më gjykoni ju e nuk përmende më fare. I thash, e di qa do me thënë për puthen, qa. Jo, po, unë do të bëm këngëtare, më thoshtë në mu, ore në regull, bëhu këngëtare. Unë do të bëm këngëtare, do të reklamoj biznesin, dyshani, ore reklamoje. Ti këtu të unë tashi, ne kishim 11.000 veta live. Ti kete mu 11.000 veta live. Ja pra ku je, trego vetën, trego qa goce je, trego qa bën. Qa s'bën dhe njerëzit tu janë, nuk ka qa duhet përputhen ty. A e di qa është përputhen, i thash për menimin tim. Qa? Sa mashkulli ullet, i ik maj të shifsha rop se je përpusë dhe ti, o të shifsha motrën pjedh, prandaj më thonë mashkulli ullet.
Për mendimin tim, i gocë që shkon për puthën, a di ç'a është? Është i gocë që kur rri jashtë për puthënit, ata që shkojnë mrena janë këto goca që shihen me në 50 euro, që shihen për një Red Bull, për një Giro të Cinco, për me një 2-3 ditë kështu. Për mendimin tim janë këto goca që shihen në këtë lloj. Edhe kur shkojnë për puthën, janë prapë po këto goca që shiheshin me 50 euro, tash i shkojnë për puthën, rrisin çmimin. Për shembull, e shiti këtë karen është njëra që bën si mia ti. Si është ka si pjell modrat janë për puthën. Si e vllai? A je mirë? Mirë, ja po rriçik me njerëz. Mirë vlla. Mirë, si jeti? Trujt zoti. Hajtë se njona, se jam të bëj çik mohabet. Ciao vlla. Ciao. Ore jam të fol tamam, ore nëse jam të fol gabim shani, bëni ç'a doni. Menimi im është shkon për puthën, e di ç'është për puthën i thash. Ç'a? So vlla, unë e dija shumë mirë. Ajo rrinte me mu, ju bëni gjithë, më thonin mu, ajo është një gocë e mirë, ti e fut në rrugë të keqe, ti e bën kështu se ajo duket që është gocë e urtë. O kar, donte fama goca. A kupton? Edhe unë të paktën po e merri thoja maja, të paktën sa tjetë unë mos me dalu në i keqe i vari karsi, të rrita ma me kur tikit bëj ç'a duhet, se s'mrrot kari mu ç'a bën ajo tash, nuk pas ka dal me uqi live. Do më të shanit muju, se kështu më thonit ju, ti e i keq, ti bën kështu. Prit e herë ta marri me radhë. Edhe i thash, po shkove për puthën ti degeneron veten. Dje apo si ti do jesh në ato kurva që kur shkon për puthën, për shembull jashtë qish me 50, po shkove për puthën, kur thot ai sa e ke pazarin, ti thu 200, thot ajo kar, merr, thot se është ajo e për puthënit. Gjas me ngrit emrin, prandaj shkoni ju. Se ti i thash, me dash me reklamu biznesin. Me dash me ty e kam, se pa çam ke thënë Andrein. Ti, me dash me reklamu, me dash Po mër vllai, vi me bëjmë nesër reklamën kur dush, se kam me bë dhe i reklam tjetër aty dhe i marroj të dyja, të bëj dhe tatën. Të kam vllat marrë me mrapa se jam live. Edhe po thosha, tashi i thash, qa do me bë këngëtare. Po shumë mirë bëhu, kush po t'na lon ty. Po du unë, e ke pati si, ma thuj një thash që është më përputhën, ose që ka qenë përputhën nuk është kurvë. Ma thuj një thash. Ma thuj një që nuk është më përputhën dhe është kurvë. Që është përputhën dhe nuk është kurvë. Po ma gjetë një të kam borç. Fationi, tha, ja, oj, kurvi, thash, ma jo burë, kurvë. Se kishte pa Fationi që kishte hap njeri i dyqan. Oj, kari, thash, Fationi është mashkull, ma thuj femër që nuk është kurvi, thash. Ja, tha, Fationi me Vlanin. E, pil, kari, thash. Femër. Efi, tha. Malvina, tha. Mikela, tha. Kush Mikeli, thash? Mikela Pupa. O kare, thash. Plaku Mikelës, ja shif sharop. Po të pysni herë në dush këtë lushnjës, është i fshat. Në dush këtë lushnjës, është i fshat. Plakun e Mikelës e kanë marë, e kanë lidh 2 net të kasole, se shkoj me vjetë ceapi njerit atje me i fshat. është nga dushko jo, pysni herë. I thash, e kupton çfarë lloj kategorie njerëzish e fut veten ti? Shembull për të marr Mikela, thash, Karin pill. Këm thoshte i kar tjetër, këtë Kristin, o ma gjej një, thash, kush është një përpuse që ka bë karrierë? Ma kush është, po e dim, thot. O ja shif sharop, o vlla, jam i drejt për drejtë, nuk më rrot kari mu kujt i djeg. I gjë që kena bë. Unë s'po të shaj, di si ke drejt me mshati mu, nëse unë shpik. Po me më thënë ti mu me vjedhun bank, Greca ka vjedh bankën. Çfarë them unë ti, ku ti thurë pshim që ke vjedh bankën, po e ke vjedh o kar. Edhe tash i dushki madh, po dushki madh ka vjedh cjapin, e kanë kap ata të shtëpisë, e kanë lidh gjithë natën kasolle. Ka shku kjo e ama e këtyre çunave plakë shkretë. Edhe ka shku kjo plaka, e ka zgjidhte dhe e ka lënë me ik. Nese, por jam të fol tamam, edhe i thash, ti nuk je pse shkon për puthën, me tregu këtyre që unë di muzikë. Ke 11.000 veta këtu, kisha unë 9.800 veta live, ajo ishte te live vet 2.400. Thash, ke 12.000 veta, tregoj këtyre, sa flet për kokë time, or jam të tregu historinë. Edhe tregoj historinë, am tha tregoj historinë.
Edhe i them kësaj kemi 11.000 veta. Trego tash këtu që je këngëtare. Tash me shkum përputhen, thash, ne 11.000 veta përputhrit me marr, me ushi gjithë atje mrena, me Arjan, me Meg, me kush janë do me ushi gjithë me njëri tjetër, me bëj shirje orgji aty mrena, nuk shkojnë dot 11.000 veta live, thash. Ti ke 11.000 veta, do reklamo këti vetëm përputhen. Nese, thash, do me bë ç'a dush bë, do me shkon përputhen, shko. Unë nuk po të themi, thash, do të thonë këto jo në futi Greca, jo kështu. Myllet live, thash, moj ti, kush ka fry ti më drejt me ikën përputhën, i thash. Kush ka fry? Jo vetë, oj lej vetë, i thash, se shmenja jote, kjo se s'mund vish ti nga iqi, thot, t'vish tysh. Po plaka saj është djallëzume, a kuptone, shumë e djallëzume shpirë, se s'mund t'a lej do t'mami. E kuptone, plaka saj ka qëllime. Edhe tashi që është fut me farin, e di unë informacione, ka marrë plaka, ka thënë ik futu me këtë. Je xheloz, ja qifsha familjen pill. O vlla, po tisha xhelozun e kisha sha. Ore un po të themi thash nuk du me hy me live me ty. Kaq. Tash i thash, keni qenë vet prezent, do me shkum përputhen, po. Mirë që e para punës i thash se unë i di se si funksionon. Ti ngjoj sekond, ti nuk je për përputhen, i thash se ti je budallaçk. Ti nuk je për përputhen, i thash se ti je budallaçk. Ti s'kem, ato atje janë kurva, i thash, ja merr dot atyre ti. Ti s'di me lidh dy llafe, thash. Oh, ja shife, thot, vejon ti mrena çaj bëj unë atyre çaj bëj. O budallaçk, nuk di me lidh dy llafe ti, thash nuk e për atje duhet t'jesh i çik femër e dal, do t'jesh pak kurv, do t'jesh ti si ajo, ti je shkreta, do t'hash buki, thash, tash sufllaqe, karin pill, ti del në 4 mëngjesit me pjat pilafin dorë, thash, nuk e për përputhen ti. Jo jam. Okej, thash, shko. Po mirë këtë, thash, po dhe ata atje nuk kanë për të marrë, thash, do degenerojnë. Jo, tha, do shofësh. Okej. Shkon kjo në audicion. Po të morën ty ato, i thash, unë do dal lakurish në Tiranë. O vlla, po nuk je ti tysh përputhen, tysh Big Brother, do t'jesh i far kurve, i far pillseme me kaluj çik eksperiencë. Ajo shkreta s'di, jepi telefonin. Na, i thash, a jem përputhen, na telefonin, dorë fol. Qa është kjo, i thash, qesh kot në kot. Qa qesh më? Po për çaj qesh?